Kalaja e Gjirokastrës vijon të mbetet një nga destinacionet më të preferuara të turizmit kulturor në Shqipëri. Përgjatë këtij viti, monumenti historik ka mikpritur rreth 162.000 vizitor, duke u renditur ndër monumentet e kulturës më të frekuentuara në vend. Pjesën më të madhe të vizitorëve e përbëjnë turistët e huaj, të cilët kanë mbërritur nga vende të ndryshme të botës për të njohur nga afër historinë, arkitekturën dhe traditat e qytetit të Gurt. Në mjediset e Kalas janë parë turistë francez, gjerman, amerikan, italian, grek, por edhe vizitorë nga shumë vende të tjera. E ndërtuar mbi kodrën që mbikëqyr qytetin, Kalaja e Gjirokastrës është një nga fortesat më të mëdha dhe më të rëndësishme të Ballkanit, ndërsa përbën një prej simboleve kryesore të Gjirokastrës. Historia e saj, arkitektura karakteristike dhe pozicioni panoramik e kanë kthyer në një pikë të rëndësishme për turistët që zgjedhin të vizitojnë jugun e Shqipërisë. Vizitorët kanë mundësi të shohin hapësirat historike të Kalas, kullat, muret fortifikuese, muzet dhe objekte të tjera me rëndësi kulturore e historike. Për shumë prej turistëve të huaj, vizita në Kalas shoqërohet dhe me eksplorimin e qendrës historike të Gjirokastrës, e cila është pjesë e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Krahas turistëve të huaj, në mjediset e Kalas nuk kanë munguar as vizitorët vendas. Rritja e numrit të turistëve dëshmon interesin e vazhdueshëm për monumentet e trashëgimisë kulturore dhe rëndësinë që Gjirokastra vijon të ketë në hartën turistike të Shqipërisë. Fluksi i vizitorëve pritet të vijojë edhe gjatë muajve të sezonit turistik, duke e konsoliduar Kalan si një prej atraksioneve kryesore historike dhe kulturore të jugut të vendit.